kam privilegjin të jem dhe si përfaqësues i bashkisë, por emocionalisht do të jem për herë pranë një nga miqtë më të afërt të Kuti Majacit në gjithë jetën e tij. Kam patur fatin ta njoh që në fëmijëri, kemi bërë arsimin 8 vjeçar, kaluam rinin, u burruam, u martuam dhe Zoti na e mori përpara kohë Kuti Majacit. Kuti Majaci është vlerësuar nga pushteti lokal, nga federata dhe nga shumë institucione të tjera. Por të gjitha këto janë gjëra shumë të vogla përtej madhështisë së këtij njeriu. Për çfarë bëri ai si futbollist dhe si qytetar model i qytetit Fierit. Doja të ndaja me ju miqtë e mi disa momente përtej futbollit, se për futbollin ka kush flet. Me profesor Pirua flasin shokët e tij dhe plot njerëz që janë specialistë kësaj fushë. Doja të ndaja me ju famën, si administroi Kuti Majaci famën. Siç e dini miqtë e mi, fama është helmi më i madh për njerëzit e suksesshëm. Por modestia e këtij njeriu dhe njerëzillëku që kishte ai e kaloi në mënyrën më të mirë. Me dashurinë për miq, për shok, për familjen, ishte njeriu i gjithë qytetit. Kuti Majaci u lind nga 2 prindër mirë dhe 2 motra shumë të dashura. Dhe po me këtë dashuri krijoi familjen e vet, me gruan e tij lidhen dhe me 3 fëmijët e tij. Kuti Majaci ishte një futbollist i madh, siç quhet legjendë e futbollit fierak, por ishte edhe një qytetar i devotshëm. Ishte një qytetar model. Besoj në takon neve të gjithëve që shembullin e Kuti Majacit ta promovojnë dhe të mos e harrojnë kurrë. Shembulli i tij besoj për gjithë brezat e ardhshëm shërben si një burim optimizmi dhe një shembull ku mund të përshtasin gjitha lojën e futbollit, njeriu e mirë, qytetarin e mirë dhe qytetarin model të qytetit. Si qytetar model i këtij qyteti, besoj se meriton respektin e duhur në këtë qytet, siç e ka dashur atëherë, e do sot dhe ka për ta dashur për të jetën. Besoj se jeni koshient anë mbar botës ku ka fierak, po të zësh emrin e Kuti Majacit, të gjithë ndjen nostalgjik. Pra është kjo nostalgji që na mbledh neve këtu sot dhe që na bën të jemi krenar për të bust që miqtë e tij e kanë ngritur në piedestal. Doja të bëja edhe një thirrje të gjithë dashamirësve të sportit. Ky qytet ka memorie. Siç ka memorie në gjitha fushat e jetës, duhet të ketë memorie edhe për sportin. Prandaj na takon ne të gjithëve që këto figura, si Kuti Majaci dhe të tjerë sportistë të këtij qyteti, t'i promovojmë dhe t'i jahu përcjellin brezave të ardhshëm. Ju falenderoj.